Mirëmëngjes gjithëve. Do t'ju tregoj 3 fakte të pakundërshtueshme të njerëzve që kanë vdekur, janë kthyer në jetë dhe kanë treguar disa evenimente që kanë ndodhur në jetën reale. Janë fakte të dokumentuara dhe njëri prej tyre është një shqiptar. Ndiqeni me kujdes. Si gjithmonë kush është rastësisht dhe nuk e ka bërë, bëjini like faqes dhe videos, të shihemi sërish dhe ju falenderoj që jemi për bashkë. Do ta filloj me një vajzë italiane, 12 vjeçare. Ishte viti 2009, një familje shkuan për darkë tek miqtë e tyre. Dhe vajza u ndje keq, 12 vjeçare kjo, është e dokumentuar përsëris, dhe vajza teksa u ndje keq e morën, mendua se ishte diçka e thjesht, diçka një problem i vogël, dhe u kthye në shtëpi. Mirë po në shtëpi ajo u ndje më keq. Dhe menduan që të thërrisnin ambulancën. Morën ambulancën, teksa ecnin rrugës, vajza u deklarua e vdekur. Po, gjatë rrugës, dhe askush nuk e shpjegonte se çfarë problemi ishte. Shkuan në spital dhe ajo ndeti në koma për 3 muaj. Pas 3 muajsh tregoi disa gjëra të çuditshme, ku njëra prej këtyre gjërave që tregoi ishte, i tha të atit, pra ishte në spital, është e dokumentuar dhe e shkruar. I tha të atit që kishte takuar disa njerëz atje ku ishte. Pra në një botë tjetër kishte takuar disa njerëz. Mirë po, ajo që u bëri përshtypje më shumë ishte se takoi vëllain e saj të vogël. E çuditshme ishte që ata nuk i kishin thënë asgjë. Kur nuk i kishin thënë kësaj vajzës se çfarë kishte ndodhur në jetën e tij, pra babai. Dhe kjo tha që ishte vllai im më i vogël, dhe kur më tha që është vllai im, unë i thashta që nuk kam vëlla. Dhe ai tha, po, ke një vëlla, tha, dhe unë jam vllai yt, tha, i vogli. Pas plasi në të qari, i ati me të ëmën e vajzës, i thanë që kur përpara se ajo të linte, kishin lindur një djalë. Një djalë që ishte më i vogël se ajo kur vdiq. Pra, kishte vdekur pas një vit e gjysmë, nga një problem që kishte. E njëjti problem që kishte edhe kjo. Dhe i vllai saj tha që ti ke të njëjtin problem që kam unë, por ti tha do jetosh deri në 80 vjeçe. Tani vajza është ende gjallë, shkon mirë, u shërua e tjerë. Por unë do t'i tregoj edhe një fakt tjetër. Ky fakt tjetër ka ndodhur në Amerikë. Është i dokumentuar edhe ky. Një zotëri që ishte i verbër, e përsëris, një zotëri i verbër e shtrua në spital, sepse kishte probleme. Mirë po, kur e shtrua në spital, pati disa komplikacione dhe ai u deklarua i vdekur. Pas 6 orës, 7 orësh një gjë e tillë, kështu u kthye sërish në jetë. Dhe tregoi se çfarë kishte parë. Po e bukura ishte që ai kishte parë disa se po punojnë këtej, kishte parë disa fakte, për shembull, që po ju tregoj tani, ato që po ju tregoj se çfarë kishte parë në dhomë aty. Pra kishte parë mjekët, si ishin veshur, kush ishin mjekët, sa vjeç ishin, infermierët, të gjitha këto i bëri përshkrimin e tyre në mënyrë perfekte. Por kishte një problem. Ai nuk shihte. Ishte qorr, që kur kishte lindur. Dhe si e dinte ai me përpikmëri atë sken, pra brenda spitalit për ato orë, pra 6 orë, sa ai kishte vdekur. Pra çdo detaj ai e tregoi në mënyrë perfekte. Ndonse ishte i verbër që kur ishte i vogël. Pra që kur kishte lindur. Por nuk mbaron këtu, sepse ju tregova këtë për të thënë që ai ishte i ndërgjegjshëm, pra teksa vdiq. Pra për ato orë që ai vdiq, ishte i ndërgjegjshëm. Dhe përveç se të gjithë skenën që pa, që e tregoi në mënyrë perfekte, tha që kishte parë edhe një grua e cila bëri një gjest të pashoq. Dhe një nga këto infermierët, dhe tha që ishte doza që ajo kishte hedhur, pra që kishte bërë një gabim. Pra doza e narkozës. Dhe e zbuluan më vonë që ishte pikërisht doza e narkozës që kishte hedhur pak më shumë nga çfarë ai duhej të kishte. Dhe kjo i kishte shkaktuar atë problem që ai pati probleme, pra komplikacioni gjatë momentit që e deklaruan të vdekur.
Po nuk mbaron këtu, sepse ndodhen edhe evenimente të tjera, por unë nuk dua të zgjatem këtu sepse dua të flas për shqiptarin. Shqiptari një 45 vjeçar na i tregon mjeku dhe miku ynë Kastriot Mlyshi, ku e shtrua në spital. E shtrua në spital ishte viti 2012-2013, e shtrua në spital këtë 45 vjeçarin dhe si përfundim i thanë që duhet kthej në shtëpi, sepse kishte një problem të rënd. U kthye në shtëpi, mirë po nuk zgjati shumë, edhe një javë, pas një jave, u bë keq dhe i hypi temperatura. Pas një temperature të fortë, ai nuk njente më asgjë, nuk njihte më askënd, edhe kështu që morën ambulancën me njerë. Morën ambulancën, e çuan, e shtruan, dhe ai u fut në koma. Po. Pasi u fut në koma, e deklaruan të vdekur. Mirë po, atë ditë që deklaruan të vdekur, motreti që erdhi me fjalë që si thonë ata, që kishte shkuar nga Italia, tha që është ende i ngrohtë. Ky tha nuk ka vdekur ende, tha. Kështu që unë nuk bëj asnjë lëvizje, tha. Ai do ri këtu, tha, dhe kaq. Dhe insistoi me të gjitha mënyrat. Në fakt, falsaj, pas 3 ditësh ai mori veten. Por e bukur është që pas 3 ditësh kur mori veten, tregoi se ku kishte qenë. Tha shqiptari, 45 vjeçar, që takoi Zotin. Po, e di që ndokush nga ju tani do filloj, po çka, atëherë unë i tregova ato historitë e tjera, pra të dokumentuara dhe të vërtetuara në jetën reale, më parë, të asaj vajze që thash 12 vjeçar dhe të këtij të verbri, që kishte parë diçka që ai nuk mund të shihte, sepse kishte lindur i verbër, e megjithatë bëri përshkrimin perfekt. Ju thash këto që të kuptoni që në qoftë se do flas tani për Zotin ose për diçka që thotë që është gjë thjesht apo është diçka që kanë parë të gjithë, të keni parasysh atë që ju thash më përpara, para 2 historitë më parshme, ndaj e lashtë fundit këtë. Shqiptari tha që pa Zotin dhe i tha që ti nuk do të vdesësh tani. Pra ti duhet të bësh, ka një mision. Ky shqiptari ka një mision. Nuk mund ta them sepse nuk e njoh, me një fjalë personalisht, e nuk dëshiroj që të më thot pastaj që pse fole për mua, unë nuk dua sepse nuk do që të bëhet i famshëm, nuk ka nevojë për të bërë i famshëm, dhe tjetra është që ai kur pa Zotin që i tha nuk do vdesësh tani, por do jetosh edhe 25 vjet të tjera. Pra ai e di shumë mirë, sipas gjasave, që ai në moshën 70 vjeç nuk do të jetë më. Të paktën kështu flitet. Megjithatë, unë i uroj që të jetoj edhe 100. Por në qoftë se këto rastet e mëparshme janë vërtetuar, pra në jetën reale, pse mos të besojmë edhe në këtë? Që Zoti tha, ti ke një mision, dhe i thash se çfarë misioni kishte. Në fakt, jeta e këtij shqiptari ka ndryshuar totalisht. Dikur bënte biznesmenin, ishte pak i llastuar, siç tregohet, dhe ata që njohin, edhe doktori që nje, Kastriot Mlyshi, por tani ka ndryshuar totalisht dhe është vërtet një njeri tepër serioz, dhe ndaj po them që nuk dua që ti përmend emrin, por ju tregova ato të mëparshmet, sepse meqense nuk do t'i tregoja emrin këtij, thash dëshiroj që ta diskutojmë së bashku. Ju çfarë mendimi keni për një rast, për rastet e tilla? Pra, si mendoni në këto raste, kur tregohet që dikush vdes klinikisht, dhe pastaj sheh ose komunikon me disa njerëz ose disa forma të tjera jete në një botë tjetër, ju mendoni se ekziston një botë tjetër, dhe si është e mundur në mënyrë kaq perfekte? Pra, sipas jush, near death experience, ose ata që deklarojnë që kanë vdekur dhe kthehen sërish në jetë, a kanë takuar vërtet një botë tjetër? A ka një botë tjetër atje jashtë? Pres komentet tuaja. Le ta diskutojmë, sepse padyshim mes nesh ka raste pafund. Pres komentet tuaja, ju a keni raste të tilla, a ka ndodhur ndonjëherë? Në familjar tuaj, në miq, shok apo kudo që keni qenë? Pres.
Hajde, ju përqafoj. Ditë të mbarë, gëzuar edhe njerë.